Në këtë edicion do të ndiqni. Për të 15-ën herë ka dështuar konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Brenda 8 ditëve shqiptohen 1200 gjoba për ngasësit që përdorin telefonin gjatë vozitjes. Pas 3 dështimeve, kompletohet me 6 inspektor të rinj sektori i inspektimit në Gjakov. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. As tentimi i 15 nuk rezultoi suksesshëm në konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Deputetët e legjislaturës së 9 nuk e mbështetën as sot komisionin për votim të fshat të zgjedhjes së kryeparlamentares. Seanca radhës është thirrur pas 48 orësh. Po bëhen gati një muaj që Kuvendi i Kosovës nuk po zhbllokohet nga ngërçi politik që e ka kapluar. Edhe në tentativën e 15 për konstituim nuk pati sukses krijimi i komisionit për votim të fshat. Seanca zgjati vetëm 5 minuta, duke vazhduar me skenarin e njëjtë të përsëritur tash e disa herë. Propozimi për formimin e komisionit për votim të fshat mori vetëm 56 vota për dhe 1 kundër. Seanca radhës është caktuar më 15 maj, këtë herë duke filluar nga ora 10:30. Ndërkaq presidentja Vjosa Osmani gjatë ditës së djeshme ka ftuar në një takim konsultativ liderët e partive kryesore në vend. Shumë prej partive janë përgjigjur pozitivisht këtij takimi, të thirrur nga presidentja. Sot para mediave Mimoza Kusari Lila ka thënë se lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti do t'i përgjigjet pozitivisht ftesës. Kryeministri Kurti, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, ka marrë ftesën dhe besoj se përgjigjja është pozitive për pjesëmarrje në takim. Nënkuptohet që takimi ka të bëjë me konstituimin e Kuvendit. Për arsye se nuk mundet që zyrja e presidentes të përdoret, siç nuk është përdorur për marrëveshje politike. Ato bëhen mes të grupeve politike ose partive politike. Por do diskutohet ky proces këtu që po dështon me mungesë pjesëmarrje në votim të një numri të konsiderueshëm të deputetëve dhe natyrisht për hapat tutje. Gjatë seancës së sotme u mbajt 1 minutë heshtje nga deputetët në nderim të Tahir dhe Nebi Mehës në përvjetorin e rënjes së tyre. Brenda 8 ditësh, 1200 gjoba u janë shqiptuar ngazëve në komunikacionin rrugor, të cilët kanë shfrytzuar telefonin gjatë vozitjes. Komandant Albin Saaqia thotë se për këtë problematik janë konfiskuar edhe 70 patent shofer. 1200 gjoba janë shpërndarë për 8 ditë nga njësia trafikut rajonal në regionin e Gjakovës, po ashtu janë konfiskuar edhe 70 patent shofer, kundër arsyet kryesore ka qenë përdorimi i telefonit. Komandanti i trafikut rajonal në Gjakov, Albin Saaqia, tha se përdorimi i telefonit nga ngasësit është shqetësues, por edhe sjell probleme dhe për këtë arsye ka pasur vet aksidente. Tani janë shqiptuar rreth 1200 gjoba, janë konfiskuar rreth 70 patent shofer, janë konfiskuar rreth 120 motocikleta, po ashtu si prioritet e kemi pas edhe planin operativ përdorimi i telefonit. Ne përdorimin e telefonit e konsiderojmë një kundërvajtje shumë të rrezikshme. Vitin e kaluar dhe këtë vit kemi pas vetë aksidente me pasoja fatale ku kanë humbur jetën shoferët e mjeteve për shkak të përdorimit të telefonit. Kapiten Saaqia thotë se gjoba për ngasësit që përdorin telefonin duke drejtuar automjetin është 100 euro, kur ai përsëritet për herë të dytë konfiskohet patent shoferi. Dihet që të përdorimi i telefonit gjoba është 100 euro, sipas ligjit të rregullave të trafikut rrugor, pastaj nëse herën e dytë i njëjti e drejton mjetin duke përdorur telefonin, konfiskohet si mas mbrojtëse patent shoferit 3 muaj dhe gjoba 200 euro, ndërsa herën e tretë atëherë është gjoba 500 euro dhe konfiskohet patent shoferi për 6 muaj. Gjobat sipas komandantit të trafikut janë si preventiv për të mos pasur viktima në komunikacion. Gjitha qëllimet, puna e policisë është duke u bazuar në preventiv, dhe më thonë të kemi sa më pak viktima, t'i vedisojmë këta drejtues të mjeteve përmes masave të ndryshme,
dhe mos kemi viktima në rrugë. Është më lehtë për polici, edhe më mirë për polici që të kemi sa më pak gjoba dhe të kemi sa më pak aksidente. Nga policia trafikut bëhet apel për ngasësit që të kenë kujdes gjatë ngasjes së mjeteve motorike të mos përdorin telefonin sepse mund të kenë pasoja fatale. Pas një procesi të storgjatur, më në fund Inspektoriati i Arsimit në Gjakov është kompletuar me 6 inspektor të rinj, të cilët zyrtarisht kanë filluar punën nga data 12 maj. 6 të zgjedhurit kanë kaluar në disa faza rekrutuese dhe tashmë janë gati të jenë në krye të obligimeve që i presin. Konkursi për rekrutimin e 33 inspektorëve të arsimit, i shpallur nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, pas 3 dështimesh, është drejt finalizimit në të gjitha qendrat e Kosovës. Në komunën e Gjakovës, ky proces është përmbyllur me sukses më 12 maj 2025. Në Inspektoriatin e Arsimit në Gjakov, zyrtarisht nga kjo e hënë, kanë filluar punën 6 inspektor, të cilët janë rekrutuar në të gjitha fazat. Lajmin e ka konfirmuar inspektori Ndrec Përleshi, duke theksuar se ky zhvillim ka një rëndësi të jashtëzakonshme për rajonin, pasi për vite me radhë, inspektoriati kishte funksionuar me mungesë stafi. Normal, sepse rëndësia shumë e madhe që me vitet tona nuk ishte i kompletuar stafi inspektoratit dhe para saj presin dihet që sektori inspektoratit arsimit në Gjakov përfshin jo vetëm në komunën e Gjakovës, po dhe Rahovecin e Malishev. Dhe ka mbi 122 institucione. Sipas Përleshit, në të ardhmen pritet që detyrat të ndahen në mënyrë më të specializuar, duke krijuar ndarje mes inspektimeve administrative dhe atyre pedagogjike. Për momentin nuk janë të ndarë të gjitha punët, edhe administrative edhe pedagogjike do t'i kryejnë inspektorët, por në të ardhmen pritet që të ndahen në administrativ dhe pedagogjik. Që në ditën e parë të punës, inspektorët e rinj kanë nisur me verifikimin e dokumentacioneve dhe jo vetëm, ka shtuar Përleshi. Puna parë vetëm që sot kanë filluar më njëherë në verifikimin e disa dokumentacioneve që kemi pas, që na kanë ardhur nga ambasadat, dhe kuptohet që jemi duke i nda dhe punë tjera që lidhen me verifikim të performancës së mësimdhënësve. 6 inspektorët e rinj në sektorin e inspektimit në Gjakov janë Ndrec Përleshi, Majlind Ferdulli, Majlinda Doli, Anila Luzha, Agran Halili dhe Krigër Ramaja. Ministria e Arsimit ka tenderuar 8.5 milion euro për blerjen e tabelave të mençura për shkollat e Kosovës. Afati për pranimin e tenderëve është deri më 13 qershor, ndërkohë nga Drejtoria e Arsimit në Gjakov bëjnë të ditur se vazhdimisht synojnë që sistemi arsimor në komunë të shkojë drejt digitalizimit. Komuna e Gjakovës përkatësisht Drejtoria e Arsimit planifikon të bëhet pjesë e kontratës së Ministrisë së Arsimit për blerjen e tabelave të mençura. Kështu u bëri të ditur e para arsimit në Gjakov Eranda Kumnova Baçi. Jo, e kemi pasi lajm, domethënë e dim që Ministria e Arsimit e ka të planifikuar këtë tender, këtë projekt, por ende nuk kemi aplikuar, e di që është shumë e nevojshme. Ka një numër të vogël të këtyre tabelave në shkollat tona që i kanë fituar në forma të ndryshme, në formë të donacioneve, projekteve tjera. Mirë po, pasi që ne synojmë që sistemi jonë arsimor të fillojë drejt digitalizimit, është hapi i parë, mas i nevojshëm që të gjitha shkollat të pajisen me tabela të tilla. Atëherë ne presim kërkesat edhe nga shkollat dhe bashkërisht do t'i grumbullojmë dhe normalisht do të aplikojmë për këtë projekt. Kumnova Baçi me sirash tha se shpresojmë që së shpejti do të arrijmë të pajisim të gjitha shkollat me tabela digjitale. Normalisht është, i ka benefitet e veta dhe gjatë procesit edhe gjatë orës mësimore, është shumë e rëndësishme dhe po shpresojmë që shumë shpejt të arrijmë të pajisim gati të gjitha shkollat e komunës tonë. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka tenderuar 8.5 milion euro për blerjen e tabelave të mençura për shkolla, ndërsa afati për pranimin e tenderëve është caktuar deri me 13 qershor 2025. Të gjithë bletarët e interesuar nga komuna e Gjakovës nga sot dhe deri më 26 maj do të mund të aplikojnë në thirrjen e Drejtorisë së Bujqësisë për mbështetje të bletarëve. Drejtori Gani Hajdari ka kërkuar nga bletarët të shfrytëzojnë këtë mundësi për të bërë përfitues të subvencioneve.
Drejtoria për bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural në Gjakov ka shpallur thirrje për mbështetje të bletarëve. Gani Hajdari, drejtor, thot se kjo skem synon të mbështes të gjithë bletarët e zonës, duke ofruar subvencione dhe ndihmë konkrete për zhvillimin dhe modernizimin e bizneseve të tyre të bletarisë. Sipas Hajdarit, aplikimi do të jetë i hapur për një periudhë të caktuar kohore. Drejtoria për bujqësi tash ka hapur thirrjen publike për subvencionimin e bletarëve në komunën e Gjakovës. Deri kur do të zgjatë? Kjo thirrje do të jetë e hapur për bletarët deri me datën 26 të këtij muaji. Përfitues do të jenë të gjithë ata bletarë që i kanë mbi 30 kushere vletë dhe të jenë aplikues në pagesa direkte. Drejtori Hajdari gjithashtu tha se drejtoria që ai menaxhon vazhdimisht organizon këshillime dhe trajnime me bletarët me qëllim që të kenë sa më shumë njohuri. Ne si drejtori në vazhdimsi marrim trajnime dhe këshillime për bletarët e komunës sonë. E kur është fjala te interesimi, drejtori Hajdari tha se edhe këtë herë presim që interesimi të jetë i kënaqshëm. Komunia Gjakovës, këto mund ta them tash me krenari, e kem bletar numrin e kusherëve më të madhin krahasuar me të gjitha komunat në nivel Kosovë, ku një bletar ka mbi 2000 kushere vletë. Hajdari gjithashtu ka kërkuar që bletarët të shfrytëzojnë këtë aplikim deri me datën 26 maj, kur edhe është dita e fundit e aplikimit. Aplikimi elektronik për personat me dëmtim të shikimit po vlerësohet si proces i lehtë për disa persona, por jo për të gjithë. Kështu mendon Shkumbin Zherka nga shoqata të verbërve Jakova. Ai thotë se çastja në platformën e Kosova shumë shpesh është e pamundur për disa anëtar të shoqatës. Është lansuar aplikimi elektronik në platformën e-Kosova për njohjen dhe rivlerësimin e statusit të personave me aftësi të kufizuara dhe dëmtim të shikimit. Kjo iniciativë synon të lehtësojë çastjen në shërbime dhe të shmang procedurat burokratike. Shkumbin Zherka, kryetar në shoqatën e të verbërve Jakova, thotë se pavarësisht tendencës për lehtësim për disa persona, prap ky proces është sfidues. Ma lehtë është për personat e verbë, po vështirësia për personat e verbë që nuk kanë mundësi me apliku online për shkak të moshës dhe problemet që i kanë me e-Kosovën që nuk din mi përdorë. Që është problemi më i madh për ta personat e verbë. Zgjidhja sipas tij është mbështetja nga familjarët ose qendrat për punë sociale që mund të ndihmojnë në këtë proces. Një person i cili din mi përdorë kompjuterin edhe e-Kosovën mund të më bëjë zgjidhje personave të verbë, po gjithmonë mbështetje dikujt tjetër. Një person i verbë të ka problem më kyçën këta. A mendon se ndonjë institucion mund t'ju vinë në ndihmë? Një qendra për punë sociale e cila është adekuate për ta që mund mi kryej këtë procedurë. Zherka gjithashtu thotë se për ta bërë këtë ndryshim realisht të qasshëm për të gjithë, është e domosdoshme që të sigurohet mbështetje praktike për ata që nuk kanë njohuri teknologjike, veçanërisht personat e moshuar dhe ata me dëmtime të rënda në shikim. Për shkak të hudhjes së vazhdueshme të mbeturinave, janë vendosur kamerat e sigurisë në një hapësirë publike në afërsi të urës në fshatin Firs. Ekipi ynë ka siguruar imazhe të kësaj zone, e cila në këtë pranverë të lë shumë për të dëshiruar. Ky mbishkrim në afërsitë e urës së fshatit Firs tregon se kjo hapësirë monitorohet nga kamerat e sigurisë dhe ata që gjuajnë mbeturina do të raportohen në polici. Personat që ndalojnë me makina hudhin mbeturina në këtë zonë do të regjistrohen tabelat për të monitoruar veprimi i jashtëligjshëm i qytetarëve. Edhe pse në një plakat në hyrje të rrugës, por edhe këtu shkruan se ai që hedh mbeturina do të njoftohet policia dhe është shenjë të mos hudhet mbeturina sepse ka edhe kamera, por gjendja vazhdon të jetë e njëjtë. Ka domethënë mbeturina në pjesë të rrugës, po ashtu edhe në lumin Vogov, por edhe në pjesën e Erenikut ku derdhet lumi Vogov është mbushur me mbeturina. Në këtë vend aktualisht janë duke u kryer punimet në ndërtimin e kishës protestante në Gjakov. Nga punonjësit e punimeve mësuam se kamerat janë vendosur në këtë vend që të mos hudhen mbeturinat, por duket se disa persona janë të pakujdesshëm në këtë drejtim.
edhe pse njëri nga punëtorët e këtushëm tha se që nga vendosja e kamerës ditëve të fundit është reduktuar hudhja mbetorinave. Për pastrimin e lumit dhe deponisë në këtë vend, kemi pyetur kompaninë Qabratit, të cilët na thanë se pastrimin mund ta bëjnë kur të kenë njoftim nga Drejtoria e Shërbimeve Publike në Gjakov. Për këtë problematik, edhe Syri ka kontaktuar drejtorinë në fjalë, por deri në transmetimin e kronikës nuk kemi arritur të sigurojmë përgjigje. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Mot me diell e vranësira kanë bizotruar sot gjatë ditës, me temperatura që kanë lëvizur nga 6 deri në 19 gradë Celsius. Për nesër parashihen temperaturat nga 6 deri në 21 gradë Celsius, karakterizuar nga moti me diell. Mot me diell e vranësira pritet të jetë ditën e enjte, me temperatura që do lëvizin nga 10 deri në 24 gradë Celsius. 7 deri në 12 gradë Celsius pritet të jenë temperatura gjatë së premtës, karakterizuar nga moti vranet e merreshje shiu. Mot me vranësira me rrezë dielli pritet të jetë gjatë së shtunës, me temperatura që do lëvizin nga 7 deri në 17 gradë Celsius. E diela do të karakterizohet nga moti vranet e me diell, me temperaturë minimale 8 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 21 gradë Celsius. Moti vranet e me diell pritet të jetë gjatë së hënës, shoqëruar me temperatura që do lëvizin nga 8 deri në 21 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Për të 15-ën herë ka dështuar konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Brenda 8 ditëve shqiptohen 1200 gjoba për ngasësit që përdorin telefonin gjatë vozitjes. Pas 3 dështimeve, kompletohet me 6 inspektor të rinj sektori i inspektimit në Gjakov. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri, si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.